vitin 1990, njerëzimi vendosi një sy gjigant në atmosferën e tokës, një teleskop që do të shihte më thellë se kushdo më parë. Por pak ditë pas lëshimit, NASA kuptoi diçka tronditëse. Pasqyra e tij ishte e gabuar. Një defekt 50 herë më i hollë se trashësia e një floku. Dhe kjo gati kushtoi të gjithë misionin. Kjo është historia e teleskopit Hubble, sytë e njerëzimit në univers. Më 24 prill 1990, anija kozmike Discovery u ngrit drejt qiellit me një ngarkesë të çmuar. Një teleskop sa një autobus shkollor, i emërtuar pas astronomit Edwin Hubble. Pesha 11 ton, tërtësia orbitës 540 km mbi sipërfaqen e tokës, shpejtësia 27.000 km/h. Por ideja për Hubble ishte shumë më e vjetër, që në vitin 1923 shkencëtari gjerman Hermann Oberth kishte ndërruar një teleskop në hapësirë. Pse? Sepse atmosfera e tokës është armiku më i madh i astronomisë. Ajo deformon dritën, e bën yllin të dridhet, e fsheh universin nga ne. Hubble do të zgjidhte këtë problem një herë për gjithmonë. Kur arritën fotografitë e para, shkencëtarët u tmerruan. Imazhet ishin të mjegullta, të paqarta. Pasqyra kryesore me diametër 2.4 metra ishte e bluar gabim me 2.2 mikrometra, një numër mikroskopik, por mjaftueshëm sa të bënte teleskopin më të shtrenjtë në histori gati një dështim total. Kostoja $1.5 miliard, reputacioni i NASA-s në rrezik. 3 vjet më vonë, në dhjetor të 1993-shit, 7 astronaut u nisën në një mision shpëtimi, misioni STS-61. Ata kryen 5 ecje hapësinore, më shumë se kushdo më parë në një mision të vetëm. Instaluan një sistem optik korrigjues të quajtur COSTAR, që funksiononte si syze për teleskopin. Kur arritën imazhet e para pas riparimit, bota mbeti pa frymë. Në vitin 1995, drejtori i Hubble mori një vendim që shumë e quajtën të çmendur. Ai e drejtoi teleskopin për 10 ditë rresht drejt një pjese të zezë të qiellit, ku askush nuk pretendonte se kishte asgjë. Rezultati i Hubble Deep Field, në atë pjesë të vogël të qiellit, sa një kokër rëre e mbajtur në krah të zgjatur, ishin 3000 galaktika. Universi ishte shumë më i madh se sa kishim imagjinuar, por Hubble nuk u ndal me kaq. Ai mati shpejtësinë me të cilën universi po zgjerohet. Ta ashtu quajtorin konstantja e Hubble'it. Ai zbuloi se ky zgjerim po përshpejtohet duke dëshmuar ekzistencën e energjisë së errët, një forcë misterioze që përbën 68% të gjithë universit. Ai fotografoi vrimat e zeza supermasive në qendër të galaktikave. Kapi yje duke lindur në Pillars of Creations, kolonat gjigande të gazit në neblozën e Shqiponjës. Studioi atmosferat e planeteve përtej sistemit tonë diellor. Hubble u projektua për të jetuar 15 vjet. Sot, në vitin 2026, ai vazhdon të punojë, 36 vjet pas lëshimit, por po plaket. Nga 6 gyroskopët që e mbajnë të stabilizuar, vetëm një funksionon plotësisht. Që nga viti 2024, NASA operon në modalitetin me një gyroskop të vetëm për të zgjatur jetën e tij. Misioni i fundit i shërbimit ndodhi në vitin 2009. Pas tij, Hubble është vetëm. Asnjë astronaut nuk do të vijë më për ta riparuar,
Megjithatë, inxhinierët besojnë se ai mund të vazhdojë shkencën deri në vitet 2030. Dhe pastaj një ditë ai do të bjerë, i tërhequr nga graviteti i tokës, do të hyjë në atmosferë dhe do të digjet. Vdekja e një heroi. Hubble nuk ishte vetëm një teleskop. Ai ishte një mësues. Na mësoi se sa e vogël është toka, sa i madh, i vjetër dhe misterioz është universi, dhe na tregoi se njerëzimi kur ëndërron mund të prek yjet. Pasardhësi i tij, James Webb, tashmë po vështron edhe më thellë në kohë. Por Hubble do të mbetet përgjithmonë teleskopi që na mësoi të shihemi. Nëse të pëlqeu kjo video, mos harro të abonohesh në Add Your Favorite. Të dielën do të zbresim në fundin e oqeanit drejt një misteri të lashtë. Atlantida, qyteti i humbur. Faleminderit që ndoqe deri në fund.